Si ke qenë? Mirë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë se erdhe Luciano. Si ke qenë më burë? Kur i shikoj juve, Atë. kur i shikoj të gjithë juve, ndihem në mënyrë fantastike. E kuptoj edhe unë, edhe. Edhe tani është edhe fund marsi, edhe ky fund i marsit është shumë i bukur. Se ndron gjaku? Po jo se ndrohet gjaku, por ja, kur Apo shikon ka edhe në hyrë mëngjes... Merkuri në retrograd. Del në prill del. O, sa keq. Por që, kur i shikoj juve, pra Fabin, ty, kolegun, ndihem shumë mirë. Kupton, edhe keni rezonim pozitiv. Fjalia mund të ishte më saktë. Kur i shikoj juve, pra Fabin, dhe këtu bën pauzë. Nuk ka nevojë thuash ty, se duket se un po pse kusur. Shiko, një kthej. Për të ardhur këtu, domethënë ka shumë njerëz që kanë hyrë studimeve pavarësisht se çfarë profesioni ka, vetëm për të ulur vetëm që të vinë, edhe të ulen në atë një divan. Kështu që unë ndihem shumë mirë. Nuk jeni pak larg një tjetër. Kjo është tjetër histori. Ne kemi për një temë jashtë interesante. Po. Ngërçet. Është një gërç që do ta zgjidhim edhe këtë. Keni probleme? Unë në radhë, po nuk them që s'kam. Për shembull, më ngjelet ndonjëherë gishti i madh i këmbës. Po, një mbi një. Domethënë, punë sekondash. Nuk është se vujsh nga kjo gjë, nga kjo lloj patologjie. Nuk është se e kam. Nana ime e ka. Po nënat e besoj sepse është pak pleqëri. Po normale. Tani, unë përse kam marrë stomakun Keli, do ta prekësh pak, do ta tregoj. Është shumë i rëndësishëm sepse pëlqen shumë ta gatoj. Po, ta gatuem ka nivele të shëndetshme të B12-s. Stomaku i pulës për shkak më pëlqen shumë. Fërgesat, ndërkohë që mund të bëhet edhe si paçja. Dhe kjo paçe viçit, paçe qengjit është shumë e shëndetshme, por tani të vim pak te ngërçet. Përse thatë ju atë? Tani si fillim? Të si ta mbeta me kështu? Po si duash. Tani për të vajtur te ngërçet. Ngërçet janë këto spazmat, pra spazmat muskulare. Ka spazm muskular ose kockore, por për të ditur shkakun e ngërçeve. Si fillim mirë duhet ditur shkaku i ngërçeve. A është problem i veshkave, pra është mos rritur acidi urik, sepse është një produkt përfundimtar i proteinës dhe acideve nukleike i cili quhet acid urik. Pra ngërçet kanë shkak. Pra është një ndër shkaqet kryesore acidi urik që bën podagrat ose inflamacionet e nyjeve që quhet artrit. Shkaku tjetër është mungesa e magneziumit. Mungesa e magneziumit është thelbësore në pjesën e dhimbjes ose ngërçeve, pra spazmave, të cilat janë kryesisht te nyjet e artikulacioneve, ku janë të bashkuara kryesisht dy kocka, dhe është ajo hapësira artikulare. Është edhe mungesa e B12-s, që B12 ka rol esencial që përthithet nga stomaku. Dhe B12 kërkon një faktor i cili quhet faktori intrinsek i brendshëm, pra pa B12 nuk kemi kockë të shëndetshme dhe mungesa pa mjaftueshmëria e B12-s shkakton dhe ngërçe muskulare. Si fillim për të vajtur te dhimbja duhet ditur shkaku. Shkaku mund të jetë acidi urik, që mund të vijë nga konsumimi i lartë i alkoolit, mishit kuq, fasuleve. Fasulet, sepse zakonisht kanë edhe shumë po nivelet larta më, s'prish punë, por mishi kuq dhe alkooli rrisin shumë nivelin acidit urik. Dhe acidi urik zakonisht është produkti përfundimtar i pjesës së produkteve ushqimore të aminoacideve. Një minut. Për darkë. Marinon ky edhe bërxollat ose bën ato, turshi, raki ose birrë. Thuaj që do kesh probleme me acidin urik. I konsumon në orën 11 të natës. Po mund të ketë probleme me pjesën e acidit urik, jo vetëm me acidin. Shilizi është kuq. Shenja tipike. Por që ai është trup fit edhe, besoj se e shpërbën ata acid urik që mund të grumbullohet në veshka. Jo, po nuk ka masdjamore, është trup fit, edhe e dalloj që mëlçin e ka të shëndetshme dhe ka një retikulum endoplazmatik të shëndetshëm. Si ishte kjo e fundit? Retikulum endoplazmatik. Po, koleg, të shohësh ti mezenteriumin tim, tu ja bitesh. Mezenter, zoti mezenter. Thuaj që këtë retikulum se është shpallur organ, e kanë. Po, në 2017 e kanë shpallur organ, ku do ta kem edhe libri i dytë. Ti po bën libër, doktor. Po bën libër që nxjerrësh në prill apo jo? Po shpresoj që po. Fantastike. Këtë mund ta marrësh apo? Këtë mund ta marr unë dhe po u thoja. Nga Fabi. Pra ngërçet e stomakut kanë dhe lidhje me ngërçet muskulare kanë dhe lidhje me mungesën e B12-s. Përse ndodh kjo? Sepse ne sot i vendosim stomakut edhe kemi konceptuar si betoniere. Pra fusim çfarë do lloj gjëje që ndodhet tu. Dhe stomaku zakonisht ka dy funksione të rëndësishme. Kjo është pjesa e ezofagut, këtu stomaku nuk tret. Këtu stomaku bën vetëm procesin hidrolizës që quhet antrum. Këtu prodhon pjesën e gastrinës, ajo stimulon acidin kloridrik dhe këtu fillohet që të prodhohet ky faktor që unë thash. Faktori brendshëm proteinik. Dhe kur ky prodhohet në sasi jo të shëndetshme, B12 nuk shkëputet nga proteina.
Dhe B12 pa mjaftueshme nuk lejon që të ketë një artikulacion të shëndetshëm. Pra, dhe mungesa e B12-s lidhet me dhimbjet e kockave. Përse thonë, sot nuk lidhet vetëm kalciumi me kockat, madje unë nuk e këshilloj suplementin e kalciumit sepse ngarkon dhe veshkën. Po magnez? Magnezi po, por duhet Ta pim ditur... për dite? Atëherë si fillim, unë më shumë t'je këshilloj një person që mundohet të ushqet i shëndetshëm, më shumë t'je këshilloj nga ushqimet. Më një ushqim që ka nivelet larta të magneziumit janë farat e kungullit. Pra farat e kungullit, po thuaj se 100 gram fara kungullit në ditë, ose një porcione, ose 2 porcione në ditë. Me krip apo pa krip? Po pa krip, se pa krip, me krip ndikon veshkat. Pa krip, zakonisht 2 lugë gjelle në Unë i ditë. marrë me krip për vetë. Po nuk do të bëjnë mirë. Sepse kanë monosodium glutamat, është një krip artificiale që kolegu e di mjaft mirë. Ke gjetur gjitha këto fjalë të vështira, me fjalë të ndaja, Janë tema mjekësore. Jo, monosodium është krip artificiale që hidhet tyre produkteve. Dhe farat e kungullit janë një plotësues mjaft i mirë i magnezit. Zakonisht unë këtu do të thoja dhe pak lëngun e lakrës së bardhë, është diçka ndryshe. Domethënë lëngu i lakrës së bardhë i shtrydhur. Jo turshi, sepse këtu mund të ketë edhe pak më shumë se ç'duhet krip dhe mund ndikoj pjesën e niveleve të natriumit. Lëngu i shtrydhur i lakrës së bardhë, farat e kungullit, lajthit, bajamet, të cilat kanë nivele shumë të larta të magneziumit, vaj kokosit, që shumë pak e dim, dhe që e kemi me shumicë vaj ullirit. Pra vaj ullirit, pjesa e vaj kokosit, farat e kungullit, lajthit, bajamet, arat, janë nivele me magnez. I përzim gjitha bashkë? Me porcione të ndryshme. Po thuaj se kategoria e parë... Te libri që do dalim prill do i shkruash këto porcione? Po do jetë kulinari libri, ja kupton, do jetë kulinari. Seriozisht e ke? Do me thënë, do jetë më së shumti rreth botës misterioze të bakterieve të mira, të cilat drejtojnë trurin. Unë do ta përkufizoj që atë funksionon zora, po ndizet drita e trurit. Do ketë diçka të tillë, po do jetë i bukur. Ashtu, ë? Po. Me drita do? Me sinjale elektrike. E kuptova. Do jetë mjaft i bukur dhe do jetë mi thelluar. Por që do ketë edhe specifika të cilat lidhen me pjesën e ushqimit. Pra, po ti do vish se do ta promovojmë librin në studio? Po me kënaqësi pse jo? Sepse Fabi me zor po e pret. Po, do me thënë Fabi kur... Kam dhe librin tjetër. Jo, ato e kemi gjithë. Por që, shikoni, unë kur vi këtu... Një nga librat më të shitur në Panajir, mos me i shitur. Edhe më shumë se joti. Po patjetër. Nuk e di, por që nuk është se shikoj shitjen. Thjesht shikoj që a mund t'i shërbej njerëzve. Më vinin njerëz të stenda, unë gëzohesha se thoya vinin për mu, më kam bërë libër të mira, kështu. Thonin, më falni, ku e ka stende Luciano? Edhe unë i kam drejtuar të gjithë, më thënë drejtën, i thoya, librin ka 2 të kështu në rastë, nuk jam njeri i keq. Jo, e di që unë kur ju shikoj juve, kam në trup 3 hormone, oksitocin, dopamin dhe pak noradrenalin. Pra kur shikoj juve dhe kur jam në ambientin tuaj. Atë ti sqarojmë hormone. Oksitocina është hormoni i dashurisë. Kalon dhe. Jo, oksitocin kam dhe për ty, kam dhe për gjithë pjesëtarët, cilat jemi të ndodhur. Oksitocina është hormoni i lindjes, koleg, gjatë lindjes. Po. Po ti pse futesh? Pse ndër? Se mbaj mend. Se do të thuash jam dhe unë këtu, domethënë, kjo është e gjitha. Edhe çfarë bën gjatë lindjes? Është liron këto pjesë e ligamenteve, domethënë që kockat hapen që dali febi. Po. Ka një kontraktim, domethënë, pjesën e uterusit dhe del pjesa mundathimin e fëmijës. Pra, kontraktilitet. Që mos pak mikrofonin, në gjitha rastet ka rënë poshtë. Dhe vim të pjesa e ngërçeve. Pra, shkaqet njërë duhet nditur. Lidhen a me veshkat, a me problemet e dhjamosjes mëlçis, pra dhe dhjamosje e mëlçis shkakton ngërçe muskulare. Do me thënë, ngarkesa e mëlçis, ngarkesa e veshkës. E drejtë, dhjamosja e mëlçis dyshohet e nana, pi fort ta. Dhe unë këtë stomakun e mora do thoni ju që çfarë e redukton këtë dhimbjen. Si fillim mirë, magnezi duhet gjendur pa oksid, pra mos të ketë një element i cili quhet oksid e përbërësit. Du magnez të pastër. Do me thënë magnezi pastër dhe forma është pak e vështirë. Në farmaci nuk gjendet. Jo, nuk gjendet. Në farmaci nuk gjendet. Ka oksid. Unë këtë gjë, deri diku më ka vajtur buza prapa veshit, sepse shumica ka oksid edhe shumë njerëz marrin magnez dhe nuk kanë efikasitet. Dhe ky magnez, nëse merret kot, kalcifikon dhe veshkat, sepse nuk përthithet. Është muhabeti sa përthithet tek ato vilet intestinale. Dhe magneziumi zakonisht përthithet tek ato kriptet ose qelizat e zorës së hollë. Dhe nëse ka oksid nuk përthithet. Forma më e përshtatshme e cila redukton dhimbjet kockore, spazmat, krampet muskulare është magnezium citrat. Glicinati është për relaksimin e muskujve, citrati është për spazmat muskulare, orotate është për pjesën e qarkullimit kardiovazal, treonati është për pjesën e trurit,
ndërsa oksidet dhe pjesa e sulfide dhe pjesa e magneziumit karbonat nuk vlen shumë. Magneziumi citrat është një mineral i rëndësishëm që parandalon dhimbjet e kockave dhe i redukton. Ku ta gjejmë këto citrate? Po, gjendet, por duhet mbar përbërësit. Nëse ka oksid ose jo, pra ingredientet nga pas, Po pati oksid nuk quhet. Po pat nuk përthithet, nuk është se, por është mohabeti i absorbimit. Kam shpi një magnez B6. Nuk mund të vlej, sepse po, nëse mund ta kesh marrë do si do, Farmacime? po mund të kem Italiane? Po mirë, mund të jetë dhe amerikane, dhe kontinentit do me thënë kanadeze, ku dion, por Kanadez, shteti 51. është mohabeti sepse nuk përthithet, dhe kush i redukton këto dhimbje. Unë do të përmend tu dhe rëshirën e temianit. Ky është edhe si suplement. Që është kjo, doktor? Kjo përmban një antioksidant, pra rëshira e temianit quhet Boswellia serrata. Kolegu mund ta ketë dëgjuar, është një super produkt. Qa është kjo? Boswellia serrata quhet rëshira e temianit, merret nga pjesa e temianit dhe formohet si suplementësh organik dhe duhet jetë sa më i pastër. Temiani, po, rëshira e temianit përpunohet në mënyrë organike. Doktori, i ri larg si djalli temianit. Edhe këtu ka një super antioksidant i cili ka pak emër të gjatë, hidroksioksidtirulanik. Shënoj, bëj password. Hidroksioksidtirulanik. Që që na hidhet programi në YouTube edhe bëj me pa uzë. Atëherë ky mund të shikohet edhe në PubMed. Gjithë pasi gabime, po, hidroksioksidtirulanik acid. Përmban edhe një tjetër i cili quhet dimetoksi fumi tremorginat. Këto janë antioksidant që nuk lejojnë kockën që të kryejë kalcifikime dhe shpërblen. Hyni me radhë i fundit mbyllit derën. Pra, dimetoksi tirukalinat dhe pjesa tjetër që është dimetoksi fumi trigemorginat. Dhe thonë që Shqipja nuk ka qenë gjuhë folur në 6 shekujt ka një mungesë. Këto i thuhet edhe? Tjetër, dhe unë nuk e këshilloj shumë pjesën e vaj peshkut, pra dhe ka shumë njerëz që marrin vaj peshku për të reduktuar. Ka rënë miti vaj peshku. Magnezin e pastër, ku e gjejmë o burë? Tani, si fillim, unë e këshilloj nga ushqimet. Nga ushqimet pra kësia ti shumë farat e kungullit, ato që thamë atërë. Lajtit, vaj ullirit dhe vaj kokosit. Si fillim nga frutat e thata. Mund të merret dhe nga pjesa boronisë. Banania nuk është keq me magnez. Bajamet, po. Këto tjerat që ti sa po the që ne mos ti përsëris dot, ku i gjejmë? Suplementi i temianit. Po pra ku i gjejmë? Mund të merret në herbaristeri, në për produkte bimore që përmban këto antioksidantët që unë i thash, dimetoksifumi tremorginat, që është për kockën, dhe tjetri zakonisht quhet hidroksioksidtriukalinat. Edhe ky është për kockën, pra suplementi temianit. Janë dhe 2-3 çajra, është çaj trumzës, është sherebela që është fantastike për të lehtësuar kockat. Është edhe një produkt i cili unë e këshilloj shumë, pra u thash edhe pak më parë, vaj kokosit. Vaj kokosit përmban acid linoleik. Acidi linoleik nëpërmjet disa. Vaj kokosit shumë me luge? Po jo, hollohet vaj kokosit dhe mund të përdoret nga një lugë çaj, mund të hollohet me ujë dhe me një lugë gje dhe uthull mollë është fantastik. Nuk ka as shpenzime. Ne këtu s'po japim as si thoshit po japim. Po kokosi doktor ndjes, është pak vështirë për të. Pra duhet gjetur pak... Shprej hallet, shprej, se nuk ka doktor. Duhet gjetur i pastër. E vërtet është ajo që thotë edhe Fabi, duhet gjetur pak i pastër që të mos ketë tretësira ose përbërje kimikate, po është të zgjuar. Do më thënë, ka korteks prefrontalit të zhvilluar, ka locus ceruleus zhvilluar, por... Pjesa vajt kokosit përmban acid linoleik dhe acidi linoleik nëpërmjet 2 enzimave të cilat quhen elongalazat dhe desaturazave konvertohet në dokosaheksanoik. Është një acid. Që fut seksin mes, domethënë se ishte bërë fare monotone. Vaj kokosit përdoret një lugë gjelle ose një lugë çaj. Kujdes, duhet bëjmë pacientët që mund të kenë rritje të kolesterolit keq ose të yndyrnave të këqija, por nuk e besoj se rrit. Nëse është produkt i pastër, një lugë çaj mjafton. Acid yndyror i saturuar. Po, prandaj duhet bëjnë çik kujdes. Edhe këtu duhet japim edhe pak këto këshilla që nëse një person ka rritje të triglicerideve, pra mjekohet edhe me sortis, me medikamente cilat ulin yndyrnat e këqija, duhet bëj kujdes dhe ta përdori në këshillimin e profesionistit mjekësor. Dhe një person që është i shëndetshëm, një lugë çaj vaj kokosi organik me një lugë çaj uthull molle në mëngjes, është mjaft i shëndetshëm për kockat. Suplementit e temianit 400 mg, magneziumi si fillim nga ushqimet, pra lajthit, bajamet, farat e kungullit, vaj kokosit, vaj ullirit, nëse nuk e merr me anë të ushqimeve, mund të merret si suplement, por me kujdes të madh, jo kot së kot, sepse nuk përthithet, shkakton dhe kalcifikim në veshka. Duhet të marr pa oksid, titanium dioksid, silikon dioksid.
Po vajnë e peshkut mund ta zëvendësojmë me peshk duke ngrënë. Vajnë, unë nuk jam pro suplementit të vaj të peshkut, pra të omegave 3, ka dhe studime që mund të, pra vaj peshkut mund të shkaktoj dhe inflamacion të prostatës. Ka studime vërtet me PubMed. Pra omegat. Pra omegat, ka studime që duhet kemi të kujdes, domethënë sepse ato kanë edhe pak vitamine, pra nivele pak larta të vitaminës C dhe vitamina E nëse merret më shumë se ç'duhet shkakton edhe pak stres oksidativ. Pra duhet bëhet kujdes tek vaj peshkut. Por më i shëndetshëm që nuk shkakton asnjë problem është magneziumi. Magneziumi është aktivator. Pa oksid. Pra pa oksid dhe për krampet, për ngërçet muskulare duhet të jetë pa oksid dhe duhet të jetë magnezium citrat. Nëse një person nuk e plotëson dot me marrjen e ushqimit, unë nuk jam pro të marrje si suplement, edhe njerë më dëgjoni me kujdes se thonë ky po thot suplement, jo, dhe unë për vete mundohem që gjatë ditës të jem deri diku si ketër, që të konsumoj shumë fruta të thata, pra nuk e këshilloj marrjen e tij sepse duhet me një profesionist dur mjekësor, sepse nëse merret kot, shkakton dhe thata të pjekura apo po tani bajamja nuk konsumohet, lajthia, arat nuk konsumohet e pjekur, pra janë fruta të thata. Ara kur piqet. Po gështenja, po i konsumove nuk bëjnë keq, edhe gështenjat janë shumë lehtëshme. Unë të them për këto, lajthit pjekura gjë. Po lajthit, nuk është se ka problem, po bajamet s'piqen do të arat, nuk piqen do. Piqen i qajnë. Ku piqen arat? Disa të mira, i fude i birë. Pa birë. Por, ku na ndodhin të ngërçet natën, pse janë më të rrezikshme dhe çfarë të bëjmë? Tani jemi pjesë autobiografike. Ndodh që në gjumë duhet kesh pranë një mjek që i di këto gjëra, kështu që te këmbët, ata që mund të ndodh për shembull gishta të këmbës, të kap ngërçi, bllokohesh, nuk lëviz dot. Dhe pse natën janë më të rrezikshme? Po tani varet sepse e zëm një person që mund të jetë në pjesën prediabetike, pra mund të jetë në një fazë që mund të ketë pak rezistencë të insulinës, ka dhe këto ngërçet. Edhe personat të cilët janë në një situatë të preinsulinës ose kanë një insulinë të lehtë, mund të kenë pirje të këmbëve ose ngërçet apo spazma të muskujve gjatë natës. Dhe është edhe një indikacion më i shumtë ose që shikohet që te pjesa e shputave të këmbëve ke ato spazma dhe ky është një indikacion shumë i lartë që personi mund të ketë një mungesë B12 edhe të B1-shit. Tiamina është një vitaminë aq shumë e rëndësishme sa që po të flasësh për tiaminën kërkon 10 literatura mjekësore. Tiamina, B1-shi, pra dhe mungesa e tiaminës, sepse sot ne çfarë bëjmë? Ndonë se nuk i marrim siç duhet nga ushqimet, stresi, rëndesat psikologjike sot nga trupi jon derdhin vitaminat, derdhin mineralet, stresi oksidativ ose psikologjia e rënduar, pra stresi në punë, stresi në familje, stresi në aktivitetet sociale, i derdh nga trupi vitaminat, edhe çfarë bën trupi gjatë natës kur është qetësi, kur është në pushim, krijon këto spazmat, sepse është koha e pushimit, është koha i rigjenerimit, funksionit qelizave, dhe çfarë bën nuk i mund ta themi nuk i rikuperon dot këto nevoja. Dhe është edhe si pasojë e këtyre që unë thash, pra stresit nervor ose unë i them irritimit të pleksusit celiak i cili lidhet me mëlçin. Mëlçia ka një pleks celiak i cili quhet, pleksi celiak ose më poshtë pleksi celiak është mezenteriku, që zakonisht kam shumë raporte me zorën e trash. Këto janë fije elektrike. Po, mund të linë dhe i takim, do të thënë. Po, bëj shpesh takime. Gjatë në natës i lexoj 2-3 orë. Po thot për Natën, linë takim natën. Po thot për këtë pjesë. Tani, kam pyetje unë, se ke parasysh kur futbollistët luajnë shumë, në fund ndeshjes zën ngërçi. Edhe shtrihen ata dhe bëhet kjo stretching. Manovra. Janë ta të indës që po ushtrin nuk çohen kurrë, por kjo është tjetër histori. Unë nuk jam, dua të vi pak te kjo që tha Keli, sepse sot bëhen edhe shumë palestra të sforcuara. Kujdes edhe me palestrat e sforcuara, që bëhet crossfit i sforcuar. Tani të vim tek ajo që tha ti. Qeliza jon zakonisht ka një produkt i cili quhet acidi laktik. Ky acidi laktik zakonisht bëhet ose është një produkt jo përfundimtar, por produkt i ne i themi glikolizës anaerobike. Pra kur coptohet glukoza kur e zëm muskujt ose pjesa e muskulit kur djeg shumë glukozë lë dhe acid laktik. Dhe çfarë bën? Ky acidi laktik grumbullohet në muskuj. Të shpjegoj me fjalë më thjeshta se vjen një moment që e shoh që Luciano është në vërtetësi. Atë çfarë ndodh koleg? Acidi laktik është një metabolit i ndërmjetëm, sepse lidhjet makroenergjike. Tash dalim tek shkenca e vërtetë. Të dalim tek shkenca e vërtetë. Jo se Luciano se ka të vërtetë, por Luciano e ka deri në nivelin aty. Pastaj vjen profesorati
Koleg, lidhjet karbon-karbon quhen lidhje makroenergjike. Në mënyrë që këto energjinë që ka glukoza me këto lidhje makroenergjike ta shfrytëzoj, ta përdor organizmi, duhen ca bateri të vogla të shkafta, të cilat janë ATP, adenozin trifosfati. Nga adenozin trifosfat. ATP janë turnet tenisi. Tani ATP, do të thënë gjatë ciklit krepsit dhe ciklit të shndrimit të glukozës në energji, acidet laktike rrin aty. Luciano më bu. Jo, ishte i moment që Luciano s'po dinte se jo nuk e di këtë, po mendon që s'është e rëndësishme. Po, shumë e saktë. Tani çfarë ndodh? Tani për të thënë të vërtetën e kësaj se duron njeriu dhe shpërthet. Aktina dhe miozina janë dy molekula proteinike që lëvizin dhe kalciumi konsumohet, kalciumi midis tyre. Dhe ato ngelin në pozicion të tërhequr, koleg. Këto shkaktojnë. Prandaj ngrenë këmbët për pjetët. Po pra, ose të ngërçi është pikërisht në momentin kur ndodhen në këtë lloj gjendje. Që të hapen ka nevojë për kalcium dhe magnez. Në momentin që këto të dyja konsumohen nga ritmi i lojës, domethënë, ato ngelin të kontraktuar. Ti do ta çosh fije deri në fund që pastaj të rifilloj mekanikën e stretching. Edhe mësë shumë të këto fibrat janë të pjesë dhe mësë jo shumë e saktë dhe acidi laktik është si thua produkt karboni dhe ky karboni nëse nuk digjet shkakton dhimbje të artikulacionet dhe këto infarktit kardiake bëhen edhe nga sforcimi tepërt sepse zemra hyn më njëherë në lojë dhe djeg këtë acid laktik e konverton deri në ATP. Ky acid laktik konvertohet ose rioksidohet përsëri në acid piruvik dhe jep ATP-n. Pra, akumulimi i acid laktik ose i molekulave të karbonit te këto fijet aktinike dhe te miozina, pra grumbullohet këtu dhe nuk i relakson. Këto duan magnezium. Magnezium i relakson, kalcium i kontrakton. Pa oksid. Dhe që në mënyrë që këto të oksigjenojnë mjaftueshëm, pra të hapen dhe të mbyllen mjaftueshëm, duhet që të relaksojnë dhe magnezi shërben për këtë. Dhe kujdes edhe me palestra të cilat bëjnë edhe në orë të vona të natës, sepse zemra është në një qetësi dhe nuk ka, domethënë, shumë s'duhet me shku natën për e. Po, është e mira që unë nuk e këshilloj shumë natën. Pra kur bëhet një punë, një aktivitet social, ti bën edhe atë palestrën, ka dhe që bëj me crossfit edhe me proteina dhe e rëndojnë pagat miokardin aty dhe kërkesat e oksigjenit, pra i merren mëlçis, hyn në gloj glukoneogeneza, pra përdoren shumë aminoacide, ngelen shumë baza aminike dhe është, domethënë unë nuk e këshilloj shumë në natën palestrën, ose në orët e mbrëmjes. Ti e di që unë prandaj dëgjoj me shumë vëmendje, se unë mjekësinë e kam qef, po janë i paditur. Por nga profesioni unë kuptoj, për shembull, ti si mendon, domethënë mirë duket, apo? Në këtë është e ditur, kjo është një gjë që por që ju keni ndonjëherë ngërçe ose spazma muskulare? Se kanë arritur moshën. Po, e shikoj pak, që ndonjëherë ja bën krau kështu dhe si duket i dhën pak pjesa e kyçidorës, po. Jo, kyçidorës. Do të këshilloj edhe një çaj, domethënë edhe për të tjerët që na ndjekin. Çaji sherebelës është shumë i mirë. Me çaj. Me çaj. Sherebela është fantastike, rozmarina është fantastike, pra sherebela përmban disa katekina aty ose epigalokatekin galat 3. Këto e ka dhe çaj jeshil, por më shumë sot gjithë fjalët e vështira për të thënë. Po, jo. Sherebela ishte shumë e lehtë kjo. Po, epigalokatekin galat 3. Ndodhet tek sherebela. Katekinat ndryshe, katekinat janë disa flavonoide të cilat relaksojnë pjesën e muskujve dhe sherebela, rozmarina. Që ka dhe i bukur si me avon gocës, qofse lind gocë. Qofse bëni gocë, domethënë. Katekinat. Boronica është shumë e shëndetshme. Tahini. Po, që bëhet, domethënë susami me vaj në ulliri dhe është shumë i shëndetshëm. Pra ka shumë, është banania e shëndetshme, ananasi, papaja, vaj ullirit, përmendëm shumë ushqime. Paçe e viçit, paçe kogës. Papaja shumë e shtrenjtë. Jo, nuk thasha të thash paçen e viçit, po mirë, papaja, shumë e shtrenjtë, por që nëse e vut ose nëse dëgjuat, ne nuk përmendëm glukozamin sulfatet. Se si përmendëm, kjo më bëjë shtypje. Po sepse shkojmë të rënje problemit. Nëse një person ka probleme me filtrin e veshkës, si fillimir duhet të reduktoj këto ushqime që të shkojt e kjo. Po su përthithen këto nutrientët sepse kalojnë nga absorbimi intestinal. Dhe këto përthithen ose me transport aktiv, ose me transport inaktiv që është difuzioni lehtësuar. Koleg, ne nuk kemi ajo që farham. Kolega i. Po koleg të gjithë, por ajo që përthithim dhe që zbërthejmë. Pra nëse një ushqim e përthithim nga makromolekul në mikromolekul, nuk sëmuremi. Nëse ajo
mund të themi ne molekull që nuk përthithet, i nështroj dekompozimit dhe shkakton problematika toksike. I bie që për 2-3 javë vish prapë, sepse në prill del libri. Po ja në fund të marsit jemi ne, sot është e premte. Po pra, sot është e premte, duhet del libri, dhe ta thrasim prapë Lucian. Po me kënaqësi. Do shumë i mirë Lucian. Por që me këto ngërçet muskulare besoj se kuptuat, magneziumi është esencial, B12 esenciale, farat e kungullit, lajthit, bajamet të cilat janë vajnë e kokosit dhe në mëngjes një luk çaj vaj kokosi, një luk gjedhe uthullmoll, porcioni. Duhet t'i përgatisi vetë personi apo burri gruas, gruaja burri? Nuk kemi kohë për të sqaruar sot. Luciano, të falenderojmë shumë. Përdoron koha dhe se ndjejmë. Por na ke dhënë këshilla shumë të vlefshme. Do shihemi në fund të periudhit kur publikosh librin, do ndajemi për pak reklama, do kthehemi me Nushën.